Ish presidenti i Republikës Bamir Topi ka ndarë mend qëndrimin e tij për dy ngjarjet më të nxehta të kësaj vere, skandalin e vjedhjes së thesarit të shtetit si dhe atë të Sarandës, duke i konsideruar të dy ngjarjet të rënda. Ish kreu i shtetit në një intervistë për Vision Plus, edhe pse pranon se nuk kemi institucione të forta, beson në dhënien e drejtësisë. Ngjarje natyrisht shumë e rëndë që besoj qysh nga titullarët e institucioneve deri ke njerëz më thjesht e konsiderojnë një gjë të paimagjinueshme që të vjedhet thesari i shtetit. Çdo njeri këtu është i monitorueshëm, duhet të jetë i përgjegjshëm para institucionit dhe ligjit, dhe tek e fundit janë të tjerët që e monitorojnë. Për mua, detyrë për të bërë reformat, e ka kuvendi i Shqipërisë. Ka kuvendi. Atë kuvend që kemi prodhuar me votën tonë, ai kuvend me atë nivel përgjegjësie duhet vazhdojë reformat. Kjo çështje kaq e rëndësishme do të vazhdojë të diskutohet dhe ndoshta për një nevojë për reformimin e mëtejshëm të jetës së këtij institucioni. Por pjesë e reformës duhet jetë edhe rishikimi i pavarësisë së Bankës Qendrore, i cili nuk duhet jetë institucioni i vetëm që duhet rishikuar. Pavarësia nuk mund të jetë absolute. Pavarësia është e kushtzuar për cilin do institucion. Për shembull, ne kemi rastin e antarëve të gjykatës së lartë. E marrë si shembull për ta konkretizuar që edhe ata kanë nevojë për një lloj kontrolli, për një nevojë përgjegjshmërie edhe për rastet kur ato gabojnë. Por ish kreun e shtetit, ky rast tregon se duhet të përfundojë koha kur zyrtarët e bankës të jenë antarë në disa borde. Unë nuk mund të them që gjërat janë pozitive kur ndodhin situata të tilla. Apo jo. Pra, unë nuk mund të flas a priori, por mendoj që Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka në vetvete njerëz që natyrisht të respektuar, por nga ana tjetër njerëz që nuk janë të ngopur duke qenë antar të bordeve të ndryshme. Pra të jesh antar i bordit mbikëqyrës në Bankën e Shqipërisë duhet të jetë sipas meje një konsiderat nga një anë, pra dhe një përgjegjësi e madhe nga ana tjetër. Pra çdo gjë që ndodh duhet monitorohet sipas kushteve që ka pikërisht ai institucion për të funksionuar. Pra ka ikur koha, mendoj unë, që njerëzit janë të domosdoshëm në 10 bord. Ndërsa për sa i përket ngjarjes së dytë, ku aktivisti politik në Sarandë kërkonte favore seksuale në këmbim të një vendi pune, zoti Topi thotë se këto situata tregojnë që pushteti politik në Shqipëri është mbi atë institucional. Mjedisi i korruptuar i politikës, që i mban gjallë, i suporton, i vendos në pozicione dhe tek e fundit pastaj konsumojnë me turp ngjarjen e radhës. Unë mendoj që vetë politika ka nevojë që të rrisë standardin e moralit të saj, në mënyrë që në administratë dhe kudo të ketë njerëz që në radhë parë janë njerëz me karakter të moralshëm, për të pasur pastaj edhe marrëdhënie normale në administratë. Ish presidenti përfundon se nga ngjarje të tilla duhet të nxjerrim një mësim, të votojmë politikanët e përgjegjshëm. Në rast se ne shkojmë të ndërtojmë institucione të besueshme që institucionet e shtetit, pastaj politika do jetë gjithmonë më inferiore në rast se ne këto institucionet e shtetit do të kemi të forta. Tek e fundit janë vetë qytetarët që kanë në dorë të ardhmen e tyre. Po prodhuar një pushtet i cili e ngren fizionominë e tij në këto raporte, atëherë le ta mbajnë, le ta pranojnë sepse kanë zgjedhur vetë. Në rast se orientohen në mënyrë racionale tek programet, tek njerëzit, tek karakteret, njerëz të ndershëm, sigurisht që do kenë një të ardhmë më të mirë.